Do të ishte lehtë të mendonim se në Mars nuk po ndodh asgjë e rëndësishme. Një planet i ftohtë, i thatë dhe i mbuluar me pluhur të kuq që duket sikur kanë ngrirë në kohë. Por në të vërtet Marsi vazhdon të na surprizoj, jo me prova të jetës inteligjente siç do të donin disa, por me forma dhe struktura që shpesh na mashtrojnë syrin dhe imagjinatën. Së fundmi, një imazh e një strukture që ngjan me një piramid ka bërë xhiron e rrjeteve sociale. Pamjet janë reale të marra nga NASA që në fillim të viteve 2000, por interpretimi i tyre ka ndezur debat. Disa pretendojnë se kemi të bëjmë me një strukturë artificiale në Mars, një lloj prove për një qytetërim të lashtë jashtëtokësor. Por shkenca jep një shpjegim shumë të tokësor. Kjo strukturë ndodhet pranë disa kanjoneve në Mars. Është një zonë e formuar gjatë miliarda viteve nga uji, rrëshqitjet e dheut dhe sidomos nga erërat e forta që vazhdojnë të modelojnë sipërfaqen edhe sot. Në këtë mjedis shkëmbinjt janë gdhendur në forma të çuditshme, disa prej të cilave mund të duken të njohura për syrin e njeriut. Struktura në fjalë që disa e quajnë tetraedri i Marsit ka një formë që në pamje të parë ngjan me një piramid me 3 faqe. Por kur analizohet më nga afër ajo nuk është as pak perfekte. Anët nuk janë të barabarta, sipërfaqja është e ashpër dhe e pabarabartë dhe forma është rezultat i proceseve natyrore, jo i ndonjë ndërtimi inteligjent. Ky fenomen lidhet me atë që shkencëtarët e quajnë pareidoli, prirja e trurit ton për të parë forma të njohura në objekte të rastësishme. Ashtu siç shohim fytyra në re apo figura në hën, edhe në Mars shpesh shohim struktura që duken si ndërtesa apo krijesa, por në fakt janë vetëm iluzione optike. Në këtë rast kemi të bëjmë me një formacion gjeologjik të njohur si gunga pozitive relievi. Këto janë pjesë shkëmbore më të forta që kanë mbijetuar ndërsa materiali përreth është gryer nga era dhe faktorë të tjerë. Me kalimin e kohës, këto struktura mbeten në këmbë duke krijuar forma që mund të duken të pazakonta. Dhe kjo nuk është diçka unike për Marsin. Edhe në tokë ekzistojnë male që duken si piramida. Në Kolumbi ka disa formacione, në Kin po ashtu, ka forma gjeometrike të habitshme, por janë krejtësisht natyrore. Ajo që e bën Marsin edhe më interesant është fakti se këto procese kanë ndodhur për miliarda vite, në kushte krejtësisht të ndryshme nga toka. Era në Mars, megjithse më e dobët për shkak të atmosferës së hollë, ka pasur kohë të mjaftueshme për të gdhendur peizazhe spektakolare. Në zonën ku ndodhet kjo piramid shihen edhe valëzime në sipërfaqe të krijuara nga erërat e vazhdueshme, që tregojnë se procesi i erozionit vazhdon edhe sot. Pra, ajo që në rrjetet sociale paraqitet si një mister apo si një provë për jetë jashtëtokësore, në fakt është një shembull i fuqisë së natyrës dhe i mënyrës se si truri ynë kërkon kuptim edhe aty ku nuk ka. Megjithatë, kjo nuk e bën Marsin më pak interesant, përkundrazi e bën edhe më tërheqës, sepse çdo shkëmbë, çdo formë dhe çdo peizazh në atë planet tregon një histori të gjatë, të shkruar nga era, uji dhe koha. Dhe fal teknologjisë moderne, si orbitatorët që fotografojnë Marsin, me rezolucion të lartë ne kemi mundësi të eksplorojmë këto peizazhe nga miliona kilometra larg, duke zbuluar se edhe një planet i vdekur mund të jetë plot surpriza.